A e keni leju fëmijëve t'juaj me pas teknologji, Shumë vonë. Vajzat e mia në shkollë s'kan përdor telefon kur, por megjithatë nganjëherë rrallë pas shkollës, kohë tepër të shkurtë, po edhe në atë kohë të shkurtë duhet non-stop me ju nejt mi kokë me pas se çka po shiqojnë, sepse është besoj rrezik duhet shumë me pas kujdes, por është edhe ndikimi i shoqërisë, ndikimi i rrjetit, gjithçka, po duhemi si shoqëri do të me pas tepër kujdes nga ky kontakti i fëmijëve me teknologji, sidomos kur është i tepërt, se pastaj sado që fëmia është i përgatitur në shkollë dhe mëson, ato janë gjëra të cilat munden me pas ndikim shumë negativ, siç e kemi pa në shumë shtete të tjera. Ne s'kemi nevojë me rizbulu rrotën, çka kemi nevojë megjithatë është me ndërtu mekanizma mbrojtës brenda shkollave, brenda hapësirave të lojës, deri në shtëpi, ku është shumë e rëndësishme me pas kujdes të vazhdueshëm se si po përdoret teknologjia informative. Aty duhet bota me ecë pak më shpejt, do të janë në ndërtimin e këtyre mekanizmave mbrojtës.